Kjo letër e ministres Belinda Balluku tregon se si qeveria shqiptare i ka falur kompanisë Bankers 120 milion euro. Kjo është kresa e 2019-s, ku Belinda Balluku i drejtohet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Trezorisë së Përgjithshme të Doganave dhe ju kërkon pezullim të veprimeve në lidhje me bjeljen e një shume prej 120 milion euro. Kjo gjop dhe ky detyrim ka lindur në 2016 pasi Bankers ka marrë një gjop nga doganat për evazion fiskal në lidhje me mospagesën e aksizës në import. Pavarësisht faktit që doganat janë munduar ta vjelin për vite të tëra këtë shumë, nuk kanë arritur kur t'i marrin ato para sepse politika e qeveria nuk i ka lejuar, derisa ka ardhur momenti që ministrja Balluku i ka dërguar zyrtarisht një shkresë dhe u ka thënë mos veproni kundër Bankers. Por jo vetëm kaq, çfarë ka ndodhur? Pavarësisht se ka vite që këto para duhet të ishin vjel, tani qeveria shqiptare, maggioranza, ka vendosur të bëjë një amnisti fiskale për gjobat në mënyrë që këto para mos të shkojnë kurrë në buxhetin e shtetit. Pse? Sepse qartësisht duan t'i ndajnë me njëri tjetrin. Por nuk është më si më përpara. SPAK-u ka marrë këtë dosjen e tim, ka hapur një dosje në lidhje me këtë abuzim dhe ka shkuar në Ministrinë e Financave, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe ka mbledhur dokumenta dhe fakte dhe po heton këtë aferë korruptive. Sepse do Edi Ramas, do Ballukus, do Balluku, apo analistët e tij, apo grupi i tij dhe oligarkët e Edi Ramës, në Shqipëri po ndryshon gjithçka. Të korruptuarit po dalin para drejtësisë. Aferat korruptive po hetohen. Dhe ja, në këtë rast po flasim për një aferë për 120 milion euro që po mos kishte qenë për SPAK-un, këto para nuk do kishin shkuar kurrë te narkat e shtetit shqiptar.